Me pankartat me mesazhet fitim për ta, sëmundje për ne thithim helm, ajri nuk është luks, është e drejtë, fitim për usjen, sëmundje për popullin dhe ndal usjen, u protestua sot para 3 institucioneve. Qytetarët kërkuan mbylljen e fabrikës së Cimentos, duke theksuar se fitimi ekonomik nuk duhet të jetë mbi shëndetin e njerëzve. Protesta filloi para qeverisë, pas së cilës protestuesit u drejtuan drejt parlamentit dhe vazhduan para Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Pjesëmarrësit thanë se institucionet kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe se kërkesat për mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit duhet të marrin një përgjigje specifike dhe urgjente institucionale. Disa nga mesazhet e dërguara përmes pankartave i u referuan edhe çështjes së matjes së ndotjes, me kritika se situata reale nuk po paraqitet në mënyrë adekuate dhe se qytetarët janë ekspozuar ndaj emetimeve të dëmshme për vite me radhë. Të pranishmit po ashtu theksuan se nuk mund të pranojnë një situatë në të cilën, siç thanë ata, nuk mund të marrin frym nga fitimi, duke theksuar se e drejta për ajër të pastër është një e drejtë themelore njerëzore, jo një privilegj. Nga ana tjetër, kryeministri Christian Mickoski deklaroi se protestat janë një e drejtë legjitime demokratike dhe se çdo qytetar ka të drejtë të shprehë publikisht pakënaqësitë e tij.